Një tjetër program është ky është trefishimi i ndihmës ekonomike, vazhdojmë. Një tjetër program është programi për këto janë shërbimet sociale të bashkive. Bashkitë nuk kishin asnjë shërbim social. Sot të gjitha bashkitë kanë marrë shërbimet sociale dhe mbështetjen nga qeveria dhe si rezultat janë mira njerëz që asistohen fal bashkive që janë më pranë qytetarëve. Por kjo është e dyta që doja të thosha. Këto janë 9200 nëna që janë nëna të papuna me 3 ose më shumë fëmijë. Për to, prej vitesh tani ka filluar një mbështetje, shteti paguan rreth 25 milion euro për të paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të tyre, që do të thotë që kur të vjen mosha e pensionit, ato nuk do të mbeten pa pension me që nuk kanë shku dot në punë nga që kishin shumë fëmijë, por do kenë një pension dinjitos. Vazhdojmë. Ky është bonusi i bebes. 227.000 fëmijë kanë marrë bonusin. Ju e dini është 400 euro për fëmijën e parë, 800 për dytin, 1200 për tretin, se sa më shumë aq më lart ngrihet mbështetja. Duke filluar nga viti i ardhshëm do bëjmë një ndryshim tek bonusi i bebes, nuk do të bëjmë më çekun e drejt për drejt një herë, por do të vendosim një shumë çdo muaj për nënat sipas numrit fëmijëve. Pra, po themi për fëmijën e parë, 2 vjet rresht, për shembull, do ta mbështesim me një shumë çdo muaj. Për fëmijën e dytë më shumë vite, për fëmijën e tretë dhe kemi disa skema, por ajo që është e rëndësishme është që nga janari i vitit të ardhshëm mbështetja do të jetë e shtrirë në kohë. Vazhdojmë. Këto janë pagat e mësuesve. Edhe pagat e mësuesve kanë marrë një rritje 950 euro është sot mesatarja dhe do të shkojë 1250 euro. Kjo është e rëndësishme sepse edhe koha e ka sjell në vëmendje çështjen e mbrojtjes dhe faktikisht në mandatet tona ne kemi kaluar buxhetin e mbrojtjes nga 28 në 280 milion euro. Do me thënë 10 herë më shumë. Dhe pagën mesatare të ushtarakëve sot e kemi çuar në 1550 euro. Gjetëm ushtrinë më të keq paguar në rajon, sot kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit. Janë dhe 2 vende të tjera në NATO në Ballkan, po ushtria paguhet më pak se në Shqipëri dhe ajo që duam është që në Shqipëri në 2030 ushtria jonë të paguhet në mesataren e vendeve të NATO-s. Dhe kjo po bën që të ketë më shumë vajza dhe djemë të interesuar që të hynë në forcat e armatosura. Këtu tani janë investimet e qarkut Dibër. Dua t'i ndaj me ju për t'ju dhënë pamjen e plot, sepse siç thash, secili nga ju di atë që ka ndodhur në bashkinë e vet. Në këtë rast ju dini çka ka ndodhur këtu në Matë dhe në Klos, por nuk dini pamjen e përgjithshme se nuk ke ku i shef, nuk ke ku i dëgjon. Televizorët kanë punë më të mëdha për të bërë. Duhet merren me gjithë farlloj çudish, po mazallah se japin informacion për ekonominë, për zhvillimin e tjerë. Portalet harroje fare, kështu që këtu jemi tek infrastruktura rrugore. Në fakt,